Gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë arrest në shtëpi për mjekun kirurg Nikola Nunka, i akuzuar për ngacmim seksual ndaj një pacienteje 21 vjeçare. Seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe ka zgjatur rreth 2 orë. Gjatë shqyrtimit, prokuroria ka paraqitur para gjykatës prova që sipas saj implikojnë kirurgun Nunka dhe provojnë dyshimin arsyeshëm për konsumimin e veprës penale. Organi i akuzës ka kërkuar që ndaj mjekut të caktohet masa e arrestit në shtëpi, duke marrë parasysh rrethanat personale të akuzuarit, si dhe të vlerësohet si i ligjshëm arresti në flagrancë. Kërkesa e prokurorisë është pranuar nga gjykata, e cila ka vendosur që mjeku të qëndrojë në arrest shtëpie deri në një vendim të mëtejshëm gjyqësor. Gjatë seancës dhe në deklarimin e tij, Nikola Nunka ka mbajtur qendrim mohues ndaj akuzave të ngritura, duke mos pranuar përgjegjësinë penale për ngjarjen e denoncuar. Sipas hetimeve, mjeku arrestua 3 ditë më parë pas kallëzimit të bërë nga një paciente 21 vjeçare, e cila e ka akuzuar për ngacmim seksual gjatë një vizite mjekësore. Çështja pritet të vijojë në fazat e mëtejshme të hetimit, ndërsa organet e drejtësisë do të vlerësojnë provat e paraqitura nga të dyja palët.